Si kam thonë, mendimin i kam thonë, që do dish do bësh. Çfarë të dish do bësh, e? Që të lindje. Prandaj ka kaq shumë talente. Ka ndonjë ves Klaudia? Ves ka? Ves ka si çdo fëmijë. Çfarë vesim? Piduhane? Po. Piduhane? Po ti më këtë. Kur e zbulove ti që e pinta? Po s'ka nevojë. Jo, kur e zbulove ti. U mërzit ti kur e morë vesh që pinte Klaudia? Po jo vetëm se edhe robi edhe mërzitet të kur. Për vete, jo për mua, se unë e pi e ne, thënë shpek, jo. I kam thonë, jo. Sa je në mosh, e le. Le, e? Filloj më. Sa ko do bëmë Klaudia që pinte duhan? U bë pak, më mirë mos e demi fare. Sa? Po në adoleshencë ka një që në adolescencë, Po ç'nem, e mësove nga që e peqet pinte dhe babi? Ja, në shkollë. Në shkollë. Bile se unë para babit se kam ndezur kur, edhe pse babi e dinte. Dhe më thonë jo. Se ke ndezur asnjëherë? Jo. Kur e morën vesh që pijet duhanin? Ajo dinte se shkon në shtëpi, mbajnë era rrobat, e sa doj që unë qifnim si gjithë të rinj, domethënë. Si të quajnë se nuk? Unë Fatos. O knaqe që takova Fatos. E ti e mbyllë me punën sot? Jo, kam edhe një. Ke akoma? Kam me telefonata. Me telefonata? Më mirë hidraulik? Më mirë hidraulik se çdo punë tjetër tani. Për mua ajo ka qenë. Sa orë punon ti? Punoj 5 orë, 6 orë, 10 orë. 12 orë. Edhe 12 orë në punë. Ka kujt i ka ngjarë kjo? U kënaqa shumë që takova. Faleminderit shumë. Tani, do ta mbyllim ne pak të punisht edhe shkojmë te lullishtja jonë? Po. Edhe s'ka problem, mund ta lejmë kështu. Mund ta lësh edhe kështu? Po nuk lecmon njëri. Sprek njëri Jo. Sa për informacioni, jep dhe motorit. Jep dhe motorit. Po. E pasenu edhe me motorin. Babi shumë i qetë. Ka qenë gjithmonë shumë? Shumë, po. Gjithmonë. Po raporti me vllajën si e ke pas? Jam shumë e lidhur. Po vllai në çfarë zanati është? Vllai është DJ. DJ, e? Po. Ti e ke menduar të bësh DJ? Ndonjëherë? Ja. Apo s'ke pas vesh fare për... Okej, edhe mund ta bëj, nuk është se s'marr vesh kështu se duke e pas, po vllai ka qenë talent që fëmijë. Ai ishte... Dhe ka vazhdu, ai e ka mbaru tamam, domethënë. Ulemi këtu. Ku e nisëm? Për vllajin kam insistuar ke zanati, domethënë ke profesioni që kam marrë, sepse prapë prindit donin të bënin po të njëjtën gjë si unë dhe i thash pse investoni për diçka që ai nuk do e bëj kurrë. Dhe nga aty pastaj morëm vendimin si familje edhe vazhdoi studimet ke Akademia ke Robert Radoja. Dhe po për DJ, domethënë dhe sot punon në klubet e Tiranës. Sa mirë. Po puna si polica, sa e vështirë është? Është e vështirë goxha. Se ke të bësh me terrenin, me njerëzit. Çfarë nuk prisje ti nga puna si polica, që kur je futur më pas në profesion e ke kuptuar që ndodh ta? Shiko, është një çdo gjë mund të ndodhi, jetojmë në Tiranë. Sikur ka qenë ajo kënga e atyre. Nuk është se nuk prisja në gjë, i prisja çdo gjë. Çdo gjë? Po, çdo gjë. Paragjykime ka? Plot. Ka plot. Për çfarë paragjykojnë për shembull? Okej, nuk e kanë me ne si individ, ndoshta e kanë me shtetin. Me shtetin, me institucionin, po. Apo kur shikojnë femër me rob, është dhe pak e vështirë kjo. Pse? Sepse ka qenë gjithmonë një profesion mashkullor. Okej. Dhe vonë e kanë pranuar njerëzit që ka edhe femra. Por që duhet edhe femra. Pse është e rëndësishme një femër në polici? Po, ndonjëherë janë situatat e ndezura, duhet edhe ti ulesh. Dhe bën më mirë një vajzë se sa një... Prania e femrës, sido që ti i qetëson gjërat. I qetëson situatat? Po. Ke patur situatat vështira për shembull? Kam pas. Ke patur? Si çdo punë, domethënë që ka. Të kanë thënë për shembull të shtëpisë lëre? Për shkak të vështirësive? Në fillim, prandaj nuk kanë qenë pro që unë ta bëja, sepse e dinin se si është vendi kështu. Më pas
kanë parë që unë që e kam pas me dëshirë këtë profesion dhe nuk është se më kanë pengu. Thash,